Edhe pse kanë kaluar rreth 2 muaj prej kur gjykata kushtetuese hodhi poshtë vendimin për dhënien e miratimit për themelimin e shkollës së mesme private Medresea Isabeu në Shkup, i pyetur nga televizioni Uskana për këtë, zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës Lulzim Aliu thotë se në kuadër të Ministrisë së Arsimit është formuar një grup pune me përfaqësues nga të gjitha grupet e interesit për të shqyrtuar draft projektin e ligjit për themelimin e shkollave fetare. Ai pret që kjo situatë të gjejë zgjidhje dhe nga fillimi i vitit të ardhshëm shkollor nxënësit të mund të regjistrohen edhe në këto shkolla. Të gjimnazit privat Medresja Isabeu, që u themelua vitin e kaluar dhe kjo ishte në kundërshtim sipas gjykatës kushtetuese dhe e ka shfuqizuar pikërisht nenin i cili e vendoste në funksion këtë shkollë. Ajo çfarë është pyetja juaj dhe çfarë ndërmerr ministria është se në kuadër të ministrisë është formuar një komision pune për hartimin e një ligji të ri për themelimin e shkollave fetare, të cilat janë prezent pra brenda atij komisioni punues janë përfaqësues të ministrisë, përfaqësues të Byros për Zhvillim të Arsimit, përfaqësues të medreses, përfaqësues të Bashkisë Islame dhe përfaqësues të Bashkisë Fetare Ortodokse. Pra është një komision, një trup punues për cilin besoj se brenda ditëve në vijim ato do të takohen, e kanë caktuar takimin, e kanë një draft projekt të ligjit për themelimin e shkollave fetare dhe besoj që shumë shpejt ky ligj do të arrijë edhe në kuvent e që të mund viti i ardhshëm shkollor të ketë zgjidhje edhe për këto fëmijë që dëshirojnë të regjistrohen shkollën në medresen ose në shkollën për mësim të ortodokse. Dhe ne tani mund si qeveri edhe si ministri jemi dakorduar që të hartojmë një ligj të ri ku do të mundësojë themelimi i shkollave fetare nga bashkësitë fetare.